më karo namën e gjatë shpinja se më karo me plumin e parë. Është dëgjuar si dëshmitare në seancën e së mërkurës e dëmtuara në rastin ku ish bashkëjetuesi i saj, Idriz Alia, akuzohet se tentoi ta vriste atë. SHT tregoi se ditën kritike të 6 gushtit 2024 ishte në treg bashkë me djalin e saj. Gjatë blerjeve, ajo kishte pasur dyshime se po përcillej nga dikush. Kur na kthy namën e tjetër të pazarit, djali më ka thënë qërë mamë koshon ateje. Kur e kum kthy kryt, e kum pa Idrizin. Edhe ka ngri kapuqin qështu, edhe ka që durën të altia, pazar. Unë e kum ditë çka do më bon, edhe unë e kum thonë djalit, mos të tëtë se kur gjë s'ka problem, s'kum desh mi qetësu djalit. Ajo tha se pas kalimit të semaforëve, tani e akuzuari kishte filluar të thërriste emrin e djalit të saj. Ty desh më këthy mi këqyr djalin, më karo namën e gjatë shpinja se më karo me plumin e parë. Kur jam këthyr me e mi këqyr kua, kur më ka plumin se veç e kum nisi më kanë zejt trupi, se s'kum po kur gjëve shkum këqyr kur më këthy kështu, më karo atëher plumi këto një me 2 gjyksat, edhe më ka dalë për më shtë një në shpinë tjetri. Atëher kum desh me ikë, e kum thirë vazhdimisht, i kum thonë largall. Edhe kur e kum thirë jom ka të ikë, më karo tjetri plum këtu në këtë krahën e shmajt, edhe më ka dalë knenaj. Atëher jam rëcu për tuke. Përveç gjuajtjes me plumba, e dëmtuara u shpreh se Alia e kishte goditur 8 herë me armë në kokë. E ka marrë telefonin atëher, edhe ka thonë mamë të thiri policin, edhe unë e kum thirë nga peti thesha hajde nga të meje, se posha më, edhe Idrizi ma ka kopë durën e djathtë, edhe më ka rrej me alti kres. Unë e ku menoj se është një njeri tjetër, dikush po më jep ndim, Idrizi orën ka godit 8 herë në kry. Sipas saj, u qëllua 5 herë me armë, 3 plumba i depërtuan në trup dhe 2 e gërvishtën. Sipas juve, i panderi a ka pasur qëllimin t'ju frikësoj apo t'ju vras? Ka pas qëllimin me mbra, se mu më ka thonë, nështë të djali më ka thonë një për vetë ko dëshmitar, se më ka thonë ka me të vra. Por për këtë pretendim për kanosje, ajo tha se nuk e ka paraqitur si rast në polici gjatë asaj kohe. Mosmarrveshjet tha se filluan disa ditë para ditës kritike për shkaqe xhelozie. Po të thirë një aronë të tjera, t'in zameje. Paraprakisht e dëmtuara tha se ajo dhe familja e saj është kërcënuar nga djemt e të pandehurit. Për këtë arsye, kishte kërkuar t'i ofrohet përcjellje nga policia një ditë më parë. Përfaqësuesit të saj ju kërkua të lajmërojnë rastin në polici. Bashkë djemë të tina, bashkë djemë të tina. I kanë thonë lovë tem, se kanë thonë nëse vjen aja, na këna me hinë mrena, këna me vronë në shpinë mrena. Asë njëherë që 7 muj e një javë si më shku të naja me to. Pe i kërcërënjë me tyne. Unë e tash për alevëroj. Dhe këtë herë fundit, unë nuk du me paragjykua ka qenë e vërtet apo jo. Po prej tanit për ju paralajmëroj që asë një kontakt në raport me palën e dëmtuar. Asë me familjar. Mos thoni nuk e kemi ditë. Asë një replik. Apo jo vetëm të dëmtuarës, po edhe dëshmitarët cilët do të dëgjohen. Asë një komunikim. E në fjalën hyrëse, i akuzuari tha se ndihet pjesërisht fajtor për akuzat e prokurorisë. Ndihesh fajtor? Nina, pjesërisht që krejt. Unë konsultime me të në burë që ishte para 2 dite, mbrojtërin i pranon veprimet, jo veprën si pas ata akuzës, për ata 5 pjesë. I akuzuari Idriz Alia ngarkohet se më 6 gusht 2024 afër semaforëve në fshatin Bresje të Fushë Kosovës për shkak të mosmarrveshjeve paraprake dhe raportimit të 2 rasteve tjera të dhunës në familje, me qëllim tenton ta privojë nga jeta të dëmtuarën me të cilën ka bashkëjetuar. Alia ngarkohet me veprat penale, vrasja e rëndë në tentativë, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve dhe mospërfillja e gjykatës.